Nga Ylli Pata. Edi Rama ju tha deputetëve socialist në mbledhjen me dyert të mbyllura se jemi si një ekip basketbolli, e në këtë lojë bëhen shumë ndërrime. Megjithatë, kjo që ndodh prej nëntorit, më shumë se basketbol është një lojë luftash, ose më mirë të thuash një luftë reale, ku armët e përdorura nuk janë ato konvencionalet dhe municioni nuk është me bazë barutin, por bombat e hedhura që kanë shkaktuar një dëm real, jo në godina, por në mendjet e njerëzve, e mbi gjitha në infrastrukturën e qeverisjes. Edi Rama, megjithatë, e ceku këtë luftë në fjalën që mbajti përpara grupit, kur e cilsoi municionin e bombardimit të tij si bomba artizanale. Gjasat janë që një pjesë e këtij municioni të rezultoi industrial, madje i prodhuar nga mendje dhe lapsa mjeshtrash të intrigës. Me një blitzkrieg të ngjashëm, me bombardimet masive në një sulm të tillë rrufe, u hodhën brenda 2 javësh një sasi aq e madhe bombash, ku objektivi vetëm në dukje ishte Belinda Balluku. Objektivi i sulmit ishte shumë më shumë, e që thuaj hapur në skenaret e dalë nga studiot që ngjanin me horoskop fallxoresh. Të tipit, më datë 25 dhjetor bie qeveria, pastaj doli Rama Duro, më pas ikja në Amerikë. Ndërkohë, e gjithë situata pas zgjedhjeve të 11 majit kishte vetëm një synim: ndalimin apo stopimin e mandatit të 4 të Edi Ramës, i cili, sipas të gjitha gjasave, e priste. Duket se këtu nuk kemi të bëjmë me një manovër të thjeshtë, as të përbërë vetëm nga opozita e Sali Berishës apo edhe agron shehe e Adriatik Lapajt. Ata ishin vetëm këmbësoria e blitzkrigut, ndërsa aviacioni e artilleria ishte gjetëk. Në adresimin e këtyre qarqeve, Edi Rama përdori një gjuhë të koduar në fjalimin e mbajtur përpara grupit të djeshëm. Rama në fillim e konsideroi këtë situatë një ngërç, ku jo vetëm mazhoranca, por dhe vendi ndodhet në udhkryq. Udhkryqi ku ne ndodhemi sot paraqet sipas meje disa rreziqe, të cilat kërkojnë një kuptim të drejtë, një adresim të vendosur dhe një disiplinë të fortë nga ana jon. Dhe kur them nga ana jon, kam parasysh në radhë të parë ne këtu, deputet, deputete, ministre, ministra, sepse përndryshe, Shqipëria rrezikon të bëjë në vend numëro, deklaroi Rama në fjalën e tij. Ndërkaq, pjesa ku kuptohej një dialog në distancë apo mesazhi koduar në një farë mënyre, dukej paragrafi ku Edi Rama solli në retrospektiv aksionin politik të PS-s për ta lindur reformën në drejtësi, ku në përreshta mund të lexohet një adresim i asaj që ndodhi këto 3 muajt e fundit. Patjetër që aleati dhe kundërshtarët e tjerë të reformës u rreshtuan në ndrysninë e asaj që quhet Rruga e Elbasanit, dhe këtë e dim. Por përsa na takonte neve, ne ishim ata që e projektuam dhe e diktuam rreshtin pa na adiktuar dhe pa na trysnuar askush, sepse nëse s'do kishte një kal që të tërhiqte karrocën, ata ndaq të Rrugës e Elbasanit dhe ndaq të Rrugës Durrës Bari Brindisi nuk kishin nga ta shpiknin kalin, se këtu ishin që nga viti 1991. Natyrisht, ishte Brindisi që e ka dalë thuajse ballazi në këtë betejë të fortë, madje që në shkurtin e vitit shkuar, kur ndodhi dhe bombardimi më i madh para 11 majit. Bari duket e ka mbreketur dhe përkrahur me çasjet dhe lidhjet që i ka të rëndësishme. Duket se objektivi ishte bllokimi apo shkatërrimi i mandatit të 4 të Edi Ramës me anë të hitimeve penale, dhe të prodhohej prej hitimeve një proces politik, deus ex machina, që si pasojë do të kishte një panoram që të ndërpriste një proces për t'i hapur rrugën një tjetri jashtë shinave normale. Nga ana tjetër, Edi Rama jo thjesht fitoi kohë, por tentoi ta fusë procesin në shinat normale, institucionale, që e bëri me aktivizimin e gjykatës kushtetuese, le cila me rastin qeveria kundër Veliajt tregoi një anë të panjohur më parë dhe që u mirëprit në publik. Kushtetuesja, në këtë rast, nuk dha vendimin që priste qeveria. Megjithatë, vetë gjykimi hapi një rrugë e cila barazlargoi sipas detyrave që kanë si spaku, si qeveria dhe parlamenti. Këtu hyri në lojë Edi Rama, i cili para se të shpalte një ndryshim drastik në qeverinë e tij, ndryshim që rezultoi dhe do të rezultojë traumatik brenda mazhorancës, deklaroi se nuk do të ketë më hyrje në territorin e tjetrit. Dhe këtë jo vetëm e deklaroi, por paralajmëroi nismat ligjore që mazhoranca do të ndërmarrë në kuvend. Përdorur 83 votat e marra nga 11 maj, për të cilin tha se nuk do të lejojë që të rrëzohet, përveç se me zgjedhje. A do t'ja arrijë?
Në një vend që pretendon BE-n, është standarde që ndryshimet të vinë nga proceset e jo ashti. Por procese politike nuk janë vetëm zgjedhjet apo stabiliteti naturisht. Gjasat janë që edhe pse blitzkrigu i dhjetorit u venit, lufta nuk duket se do të pushojë.